Të nderuar shikues, ju përshëndes, do të jemi bashkë në hapësirën e të ftuarit të ditës, ku do të flasim për një nga zhvillimet më të rëndësishme, tensionet në lindjen e mesme dhe përpjekjet për të shmangur një përshkallëzim të mëtejshëm. Ndërkohë që në Pakistan pritet të ndodhë nesër një takim kyç me përfaqësues nga SBA dhe Irani, situata në terren mbetet e tensionuar me zhvillime të forta në Liban dhe rrezik për përshkallëzim të mëtejshëm në rajon. Për të analizuar këtë situatë, kemi në një lidhje direkte ekspertin e sigurisë, profesorin e asociuar Xhavid Shala. Profesor, ju përshëndes dhe kënaqësi që jeni me ne. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Profesor, çfarë prisni nga takimi i nesërm që do të mbahet në Pakistan? Takimi i nesërm është në fakt një takim i shumë pritur, pasi do të tregojnë në një farë mënyrë që ato fjalët e para, po them ajo marrëveshje gojore që unë nënshkrua, që u arrit, domethënë për hapjen e ngushëllisë së Hormuzit dhe për ndërprerjen e përfillimin e një arpushimi, pastaj do të detajohet dhe i bie që të detajohet në takimin e nesërm, të fillojë të detajohet, sepse edhe takimi i nesërm mund të ketë përveçësitë të tij, mund të vazhdojë në takime të tjera. Unë nga takimi i nesërm në fakt nuk është se pres në gjë të madhe, pres thjesht të konfirmohet armpushimi, të ketë një zgjatje të afatit të armpushimit në mënyrë që të jepet palëve një mundësi për të vazhduar me negociatat. Këtu palët, pavarësisht armpushimit arritur, palët janë shumë larg njëra me tjetrën në aspektin e kërkesave që kanë. Të dy palët janë me kërkesa maksimaliste. Nga ana tjetër, kemi një konflikt midis një koalicioni që janë Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli dhe një koalicioni tjetër që është Irani dhe disa aktorë tjerë jo shtetëror si Hezbollahu apo milicit shite apo edhe Jemeni, Huthit në Yemen. Pra, kemi dy koalicione ndërkohë që në tavolinën e bisedimeve do të ulen vetëm dy forca. Pra, nga dy koalicione do ulen dy forca dhe kjo e vështirëson akoma më tepër situatën, sepse Shtetet Bashkuara të Amerikës mund të duan dhe Izraeli dhe Irani mund të duan të fiksojnë gjërat, po a do bindet Izraeli për këtë? Kjo është një pikpyetje e madhe, është një rrezik i madh për dështimin e bisedimeve. Gjithsesi do të shohim se si do të zhvillohen këto. Pra, problemi është që nesër do të quhet fitore në këndvështrimin tim nëse përcaktohen modalitetet e takimeve të tjera, pra përcaktohen modalitetet dhe nëse vendoset një shtyrje e arpushimit dyjavor. Të dy shtetet, pra jo dy koalicionet, po të dy shtetet, Irani dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, janë paraqitur me delegacione të niveleve shumë të larta. Domethënë Shtetet Bashkuara të Amerikës me zëvendës presidentin dhe dy negociatorët kryesorë, nga cilët njëri është i familjes Trump. Ndërsa Irani nga dy figura shumë të rëndësishme, të cilët kanë qenë shumë të lakuar gjatë kësaj kohe, që është kryetari i parlamentit dhe ministri i jashtëm. Pra, nga ana tjetër, në aty do përfaqësohet apo takimi do të menaxhohet nga kryeministri pakistanez dhe shefi i shtabit përgjithshëm. Pra, gjitha palët janë përgatitur shumë seriozisht, por duke qenë se janë shumë larg njëra nga tjetra në kërkesat, kanë kërkesa maksimaliste që i bie që kërkesat e njërës palë të jenë vije kuqe për palën tjetër, kërkesat e palës tjetër të jenë vije kuqe për palën e parë. Pra, këto janë problemet që do të kërkoj kohë në këtë vështrimin tim, do kërkoj kohë dhe në bazë kësaj, pastaj mund të përcaktohen disa skenare. Në gjeopolitik pranohen edhe skenare që një nga këto skenare në këtë vështrimin tim mund të jetë që të ruhet armpushimi, palët të lëshojnë pak nga njëra tjetra në një farë mënyrë, pra Irani të ngul kamp për pasurimin, për programin bërthamor civil, ndërkohë që kufizimet i vendosen për nivelin e pasurimit. Por duke synuar që mos i preket programi raketor, duke synuar gjithashtu që të ketë të drejtën e kontrollit të kanalit të Hormuzit apo të ngushëllisës së Hormuzit që thuhet, dhe ndërsa Shtetet Bashkuara të Amerikës kërkojnë garanci që Irani nuk do të synojë të kthehet fuqi bërthamore, kjo është kryesorja dhe që do mbetet hapur ngushëllica e Hormuzit. Pra këti mund të themi një skenar i mundshëm që mund të jetë. Një skenar tjetër është ajo që të arrihet paktën në marrëveshjen e vitit 2015. Pra që Irani të pranoj
dhe faktor dhe Shtetet Bashkuara të pranojnë pas nivelin atë programin e pasurimit të uraniumit, por të jetë tepër kontrolluar. Pra të ketë një mbikëqyrje nga agjencitë përkatëse, por edhe nga aktorët e tjerë të cilët do të vendoset dhe marrëveshje. Pra kjo të tjetë. Dhe Irani të heqë dorë nga aftësia ose nga kërkesa për të kthyer në fuqi bërthamore. Nga ana tjetër, Shtetet Bashkuara të Amerikës të heqë një pjesë të sankcione, edhe Organizata e Kombeve të Bashkuara, pra të jetë në mënyrë graduale. Dhe kjo pak a shumë është si të shkohet në të marrëveshjen e vitit 2015. Dhe kjo është një arritje mirë nëse do të arrihet dhe këtu. Do thoni që si ka mundësi që u bë gjithë kjo luftë dhe ju kthyen përsëri marrëveshjes së 2015. Por koha dhe hapësira rrethan ka ndryshuar shumë në këtë aspekt. Irani tashmë, nëse në marrëveshjen e vitit 2015 nuk diskutoi fare ngushtica e Hormuzit, ajo ishte e lirë, tashmë palët thuajse po e pranojnë që ngushtica e Hormuzit do të menaxhohet, do të jetë lirë për çakun, po do të menaxhohet nga Irani. Pra ky është një kusht që shtohet në raport me marrëveshjen e vitit 2015. Nga ana tjetër, Irani në kërkesat e tij, nëse do të pranohen, ka kërkuar të njihet roli i tij rajonal. Pra edhe kjo është një kërkesë e tij maksimaliste, por që mund të pranohet dhe kjo nuk ka qenë parashikuar fare në marrëveshjen e vitit 2015. Janë disa kërkesa tjera, por duket që ka një faktorizim tashmë, sipas patën me ato që kanë arritur rrjedhën e media, sepse palët pastaj në bisedime duket se me çfarë do paraqiten edhe çfarë do vendosin. Profesor, fuqizimi i Iranit në rajon, pra siç e përmendët edhe ju, a do të çojë në zbehjen e politikave të Izraelit apo Izraelit në rajon? Plani me Izrael, këtu në raport me Izrael gjëra ndryshojnë shumë. Edhe nëse Izraeli që të jetësohet kjo marrëveshje, një tentativë është që edhe Izraeli të bëhet pjesë e një marrëveshje, por jo marrëveshje direkt, sepse Irani nuk e njeh Izraelin si shtet. Por këtu do pritet që 3-4 ditësh të fillojnë bisedime direkte midis Izraelit dhe Libanit dhe me ndërmjetësimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Profesor, duhet ishte edhe Izraeli pjesë e këtyre negociatave, pjesë e takimit që do të mbahet nesër? Në këndvështrimin tim duhet të ishte, sepse ndryshe nuk ka kuptim marrëveshje. Pra ishte një koalicion, Shtetet Bashkuara plus Izraeli, që është një koalicion në këtë luftë, ndërkohë që në tavolinën e bisedimeve ulet vetëm Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kjo jep gjithmonë hapësirë Izraelit që mund ta cënojë marrëveshjen, dhe Izraeli kur vjen puna kanë përputhje me Shtetet Bashkuara të Amerikës kur kanë qëllime të përbashkëta, politika të përbashkëta ose objektiva të përbashkëta. Po kur vjen puna pastaj që Shtetet Bashkuara të Amerikës kërkojnë menaxhimin e konfliktit, ndërsa Izraeli kërkon fitore ushtarake, pra këtu objektivat ndryshojnë dhe kjo mund ta bëjë që marrëveshja të mbetet vazhdimisht e kërcënuar nëse Izraeli nuk do të përfshihet në mënyrë apo në një tjetër në këto marrëveshje. Në këndvështrimin tim kam hedhur një ide tjetër, domethënë që mund të bëhet një marrëveshje shumë, domethënë të fillojnë në këto dy nivele, edhe pastaj mund të zgjerohet për ta bërë pjesë e marrëveshjes edhe Izraelin, po në mënyrë që Irani nuk e pranon Izraelin si shtet dhe nuk e njeh, por duke u bërë një marrëveshje apo një zgjerim me asaj që quhet marrëveshja e Abrahamit, por të përfshirë edhe aktorë të tjerë rajonal, nuk e dia mund të arrijë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kjo mund të përfshihet edhe Izraeli dhe atëherë mund të themi që do kemi një paqe më të qëndrueshme ku gjithë aktorët marrin përsipër detyrimet e tyre, sidomos Izraeli. Izraeli e ka të qartë në strategjinë e tij të sigurisë kombëtare që ai nuk premton në asnjë mënyrë mos godasi kundërshtarin nëse ai e shef që ka kërcënim për sigurinë. Nëse pranohet një marrëveshje, pastaj duhet se do ketë modalitete për mënyrën e kontrollit e tjerë. Pra ka shumë e rëndësishme është që palët janë ulur në bisedime. Është një fitore e madhe për paqen botërore që ka një armëpushim dhe ka mundësi të zgjatet armëpushimi. Kto janë të rëndësishme. Është e rëndësishme edhe për gjepat e qytetarëve këtu në botë që fillojnë ulën çmimet. Kto janë arritje shumë të rëndësishme edhe për Europën, por edhe për Shqipërinë, por edhe në përgjithësi për gjithë vendet të cilët zhvillojnë tregtinë apo marrin furnizime nga vendet e gjirit përsi. Pra, kurse problemet e tjera pastaj kush fitoi njëri apo kush fitoi tjetri, mund të themi që nuk ka as fitimtar 100%, as humbës i 100%. Pra, është një mekanizëm që të dy palët e ndjejnë veten fitimtar, edhe kjo është gjëja më e mirë që të dy palët e ndjejnë veten fitimtar. Secili i shet popullit vet që unë jam fitimtar, nësi ka që të ketë një paqe, domethënë.
Profesor, si shikoni ju deklaratat e presidentit Donald Trump, nëse takimi nuk do të zhvillohej, ka kërcënuar që do të shuhej një kombitër? Presidenti Trump është presidenti Trump, ai këtë mënyrë komunikimi ka, ai gjithmonë dhe kjo në këtë rast i dha efekt sepse u vendos janë përshim, pra ai e shon presionin maksimal në mënyrë që palët të ulen pra atje në nivelin e bisedës që kërkon ai apo në nivelin e raporteve që kërkon ai. Por kjo nuk do të thotë që sepse edhe Irani janë negociatorë të shkatët, janë negociatorë të vështirë, domethënë, ata nuk kanë çfarë humbin më shumë. Ata janë mësuar me një turësi të jashtëzakonshme, janë mësuar që edhe popullin e tyre ta mbajnë në nivel shtypje dhe të mungesës së lirive. Pra, dyshon puna, për shembull, reagimi i popullit amerikan për marrëveshje dhe reagimi që mund pritet nga populli iranian. Në këtë këndvështrim, iranianët janë më të mbrojtur nga reagimi nga brenda vendit, paktën në kushtet e luftës. Kështu që ajo thirrja e presidentit Trump, ajo është sa kërcënuese në aspektin sa detyruese për të bërë palën iraniane që ta marrë shumë seriozisht, por është edhe vërtet Trumpi ka treguar që është njëri i surprizave, janë grumbulluar me mira forca speciale në rajon, kështu që në një farë mënyrë mund të kalohet përsëri në operacione. Pra, edhe tu problemi është të arrijë të ruhet sa më shumë paqja, të frenohet Izraeli që mos ta cënojë paqen, të përfshihet edhe Libani në këto kushtet e kësaj marrëveshje, që do jetë pak e vështirë nëse nuk vendoset në bisedime trepalëshe në Washington midis Libanit, Izraelit dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra, ndodhim një situatë, linja mesme ndodhet në një udhkryq të tillë që nga ajo varen shumë gjëra, domethënë varet edhe ecuria e rendit, sigurisë dhe rendit rajonal në një farë mënyrë. Ekzistojnë mundësitë që nëse marrëveshja pranohet me ato kushtet që tha presidenti Trump që janë paraqitur nga Irani 10 pika dhe janë një bazë mirë për bisedime, kjo është një lëshim i madh që i bëhet Iranit, atëherë do të kemi ndryshime të mëdha në raportet dhe në linjën e mesme. Irani përfundimisht kthehet në një fuqi rajonale dhe një nga ato pikat e marrëveshjes që ata kanë hullur në tavolinë është që Iran ka drejtë në shkruaj marrëveshje dy palçe shumë palçe me shtetet e rajonit. Pra, shtetet e rajonit do ta fillojnë ta mendojnë seriozisht rolin e Shtetit Bashkuar të Amerikës në rajon. Pra, ja vlen që të mbajnë bazë amerikane apo s'ja vlen. Kjo përmbys komplet sigurinë në linjën e mesme. Pra, mund të kemi zhvillime të tjera. Pra, kjo do të varet nëse Shtetet Bashkuara të Amerikës do mbeten në pjedestal të rendit të sigurisë apo të zbresin apo në këtë pjedestal do hyjnë edhe të tjerë. Pra, nuk do jenë vetëm Shtetet Bashkuara të Amerikës garantues të rendit të sigurisë, por do të ketë edhe aktorë tjerë, siç është Kina, Rusia e tjerë. Profesor, heqja e bazave ushtarake të Shtetet Bashkuara të Amerikës në rajonin e lindjes mesme është në favor të Rusisë dhe të Kinës? Absolutisht, jo vetëm tërheqja, po edhe kjo marrëveshje nëse shkon që pranohen shumica e kërkesave të Iranit është në favor të Rusisë dhe të Kinës. Në një farë mënyrë Kina në formën e vet dhe Rusia në formën e vet janë përfituese të konfliktit. Kina nga ana e saj po arrin që të vazhdoj furnizimet me naftën me çmim të reduktuar, pra ngarkesat e saj janë të lejuara në ngushticën e Hormuzit. Dhe mos harrojmë që Kina edhe më përpara filloi të ketë një rol në diplomacinë rajonale, filloi ata që nuk po arrinin Shtetet Bashkuara të Amerikës, për shembull, të bënte një marrëveshje para rreth 2 vjetësh, diçka më tepër, një marrëveshje paqeje ose një marrëveshje midis Iranit dhe Arabisë Saudite. Pra, vetëm Kina arriti këtë marrëveshje e cila nuk mund të quhet tashmë sepse të dy palët janë në konflikt, domethënë dhe pavarësisht se në këtë rast Irani vetëm ka sulmuar dhe Arabia Saudite vetëm është mbrojtur. Pra në një farë mënyrë ulja e rolit të Shtetit Bashkuar të Amerikës do të çojë domosdoshmërisht në rritjen e rolit edhe të Kinës edhe të Rusisë në rajon. Pra në një farë mënyrë është ajo që unë thash që do kemi një ndryshim të rendit rajonal, por mos më thonë pastaj ndikime edhe në rendin global. Profesor, për rolin e Bashkimit Evropian dhe aleates më të madhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, Britanisë Madhe, si e shikoni ju në këtë konflikt? Bashkimi Evropian
Tashi, po ta kemi parasysh pagesurinë me ardhen e Trumpit në pushtet, Trumpi nuk është se kishte me qef të madh Bashkimin Evropian, ai është mbështetësi i asaj sovranitetit të secilit shteti në veten. Pra, jo këtë mënyrë organizimi siç ka Bashkimi Evropian, që në farë mënyrë ka suveranitet edhe Brukseli mbi të tjerët. Pra, ka ruhen këto raportet. Dhe presidenti Trump ka qenë shprehur hapur kundër Bashkimit Evropian. Edhe dihet pasaj edhe raportet e tij me NATO-n, pasi pjesa më e madhe e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, pothuajse për ashtu 1-2 ose më diçka kështu, nuk janë shtete anëtare të NATO-s. Pra, presidenti edhe me politikën e tij të tarifave, si me BE-n, ashtu me shtetet e veçanta, presidenti krijoi një qarje këtu. Edhe kjo qarje pastaj e dëmtoi edhe në raportin kur u hap konflikti me Iranin. Pra, ai kërkoi ndihmën e tyre, por nuk ju ofroi kjo ndihmë sepse kështu ishin trajtuar ata. Dhe nga ana tjetër nuk ju ofruar ndihmë as nga NATO-ja. Pse nuk u ofrua? Sepse në bazë të traktatit të NATO-s në Enit 5, NATO vihet në lëvizje nëse territori një shteti antar sulmohet nga një aktor i jashtëm, nga shtetëror ose jo shtetëror. Por në këtë rast territorin i Shtetit Bashkuar të Amerikës nuk është sulmuar. Përkundër se Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë operuar në një territor komplet tjetër. Kështu që në raport me traktatin e NATO-s, vendet e Bashkimit Evropian dhe të NATO-s janë në rregull. Por këtu problemi është që më përpara nëse presidenti Trump edhe në rastin e Iranit do kishte synuar të krijonte një koalicion, siç bëri Bushi dikur në 2003 kundër Irakut, që të paktën i vurin ndjeni aleatët, pavarësisht se ata nuk e mbështeten, por në fund fare një nga aleatët e saj, Britania e Madhe, e cila nuk kishte të themi të vërtetë asnjë interes në atë kohë të përfshihen në luftë, kur ishte kryeministri Tony Blair, u përfshi në luftë. Pra u përfshi si pasojë e kësaj këtij bashkëpunimi shekullor që kishte Britania e Madhe me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Gjë që nuk ndodhi në këtë. Dhe në këtë vështrimin tim problem ka qenë pikërisht komunikimi midis leadershipit amerikan dhe europian dhe të NATO-s. Profesor, gjatë marrjes së mandatit të tij, siç e përmendët dhe ju në fillim, presidenti Trump tha se luftrat do të ndalojnë, por ne po shohim të kundërtën. Si e shihni ju rolin e tij dhe në këtë situatë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo fuqizohen më tepër apo po ndodhe kundërta? Presidenti Trump edhe në fushatën e tij elektorale, por edhe më pas ka përmendur që politika e tij, baza e tij do jetë Amerika e para. Amerika e para, pavarësisht një pjesë kanë kuptuar domethënë tendenca izolacioniste, pra e mbyllur që do shihen problemet e brendshme. Por presidenti Trump, me sa duket këtë ka pas që Amerika e para do të vazhdojë të qëndrojë në piedestal. A është vërtet e para Amerika, profesor? Urdhon? A është vërtet e para Amerika? Amerika po tashmë është e para, por është duke u lëkundur dhe po lufton të mbetet. Dhe këtë përpjekje po bën presidenti Trump. Dhe një tërgus shumë i rëndësishëm do të jetë si do mbyllet ky konflikti. Nëse këtu konflikti pra në një farë mënyrë do të dëmtojë reputacionin e Shtetit Bashkuar të Amerikës, do rritet roli i Iranit dhe fuqive tjera, do thotë që është dëmtuar kjo dhe nuk mund të themi më që Amerika është e para. Por mund të them që Amerika është e para në hemisferën perëndimore, atë që presidenti Trump filloi me Venezuelën, që do ta vazhdojë sapo të mbarojë këtu me Kubën apo me ndonjë vend tjetër të Amerikës Latine. Ndërsa në raportet botërore, me sa duket, do kemi një rikonfigurim të forcave, pra nga një superfuqi do kemi mund të kemi një rend botëror ku ka disa qendra të pushtetit, pra ku mund përmendet këtu sidomos Kinën. Dhe gjithë problemi këtu është se Shtetet Bashkuara e shohin një rival, kurse nuk e shohin Rusinë. Rusia ka armatim, por nuk ka kapacitetet, thuajse as nuk i afrohet kapaciteteve që ka Kina. Ndërkohë Kina ka edhe armatimin që e përdor për mbrojtje, por edhe ka kapacitete të mëdha në ekonomi dhe ajo nëpërmjet ekonomisë, jo nëpërmjet armëve ka deportuar pothuajse në shumë vende të botës. Pra, Shtetet Bashkuara këtë shohin në rrezik dhe presidenti Trump po përpiqet të mbyll këtë konflikt sa më shpejt, konfliktin e Ukrainës sa më shpejt, se kush nuk po intereson shumë, domethënë kush do fitojë, apo nëse shkelen disa kërkesa të Ukrainës, por ai do ta mbyllet konfliktin në mënyrë që të gjitha energjitë, të gjitha forcat të çlirohen për të marrë me Kinën pastaj dhe për të përqendruar në zonën e Indo-Paqësorit.
E qartë, profesor, duke u rikthyer dhe njëherë te konflikti Iran-Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe një pyetje të fundit, si mendoni ju, a është Turqia palë kësaj arritje të takimit ditës së nesërme e këtyre negociatave? Unë mendoj që Turqia ka qenë shumë aktive, ka treguar një talent, po themi, në pozicionin e saj gjeopolitik në këtë rast dhe diplomatik, ka qenë mbështetëse shumë e madhe e uljes së palëve apo e një armë pushimi. Nga ana tjetër, këtu cënohet apo vije në lojë edhe vetë fati i Turqisë, sepse duke qenë në kufi me Iranin, Turqia mund të cënohej siguria e Turqisë në çfarëdo lloj rrethane, pra minimalisht mund të cënohej nga valët e mëdha të refugjatëve, nëse konflikti do merrte një rrjedhë tjetër. Nga ana tjetër, ato përpjekje që u bën fillim që dolën në media, por që u kufizuan pastaj për përfshirjen dhe këtë konflikt si forcë toksore të kurdëve të Iranit, cënonte direkt interesat e Turqisë. Dhe Turqia ka bërë lëvizje të jashtëzakonshme, saqë deklaroi hapur që ajo do të ndëhyjë ushtarakisht nëse do armatosen kurdët e Iranit për të përdorur për të rrëzuar regjimin. Sepse në këtë rast nuk ishte se Turqia do mbronte regjimin iranian, Turqia do mbronte interesat e saj, sepse një armatose kurdëve aty do të nxiste një lëvizje pan-kurde në gjithë territoret ku këto kanë në Turqi, në Turqinë dhe në shtetet përreth, me idenë pasaj të Oreksit tyre për krijimin e një shteti kurd. Pra, e cili ka qenë, ta them në një farë mënyrë, është edhe një përpjekje e madhe underground që bën Izraeli për ta dëmtuar Turqinë si fuqi rajonale. Në përfundim mund të them që Turqia ka luajtur rol të rëndësishëm në këto. Turqia, Pakistani dhe Egjipti kanë luajtur rol të jashtëzakonshëm. Këta mendohet që janë aktorët kryesorë të uljes së palëve, pavarësisht se po e themi meritat i mori Pakistani, por këto kanë qenë ato kryesore. Bile këto morën edhe një nisëm tjetër që me sa duket nuk po vjet nuk po merret në konsideratë ose mund merret më vonë krimi i një konsorciumi ndërkombëtar për menaxhimin e lëvizjes së lirë në ngushticën e Hormuzit. Kjo siç duket nuk i shkon për shtat Iranit, sepse Irani me sa duket dhe me sa do të shohim edhe më vonë e ka shtetëzuar, e ka nacionalizuar ngushticën e Hormuzit dhe do të vendos taksa për çdo anije që do kalojë aty, duke që i vjen tjetër në kundërshtim me Konventin e Detit dhe drejtën ndërkombëtare. Profesor, ju falenderoj shumë për këtë bisedë, kënaqësi që ishit me ne. Faleminderit ju. Të nderuar shikues, kemi ardhur në fund të kësaj bisede, shkëputemi për një hapësirë publicitare.